këto do jetë drejtimet më themelore tona. 2 fjalë do të them para se ju të nisni punën. Partia Demokratike ka qenë dhe mbetet mirë absolute parti e hapur ndaj garës më eprore. Partitë që zgjedhin kryetarët me 1 antar 1 vot nuk janë shumicë, por janë pakicë. Dhe cili do mund t'i referohet, janë një pakicë që po rritet. Kanë qenë shumë pak, po bën më shumë, përsëri janë pakicë. Por natyrisht nuk ka mënyrë më dijitoze të përfilljes antarësisë se sa t'i ftosh ata të votojnë për kryetarin e degës, për kryetarin e partisë e me radhë. Kështu që në këtë kuadër ne kemi instaluar me kohë dhe jemi dhe do mbetim në mënyrë të hekurt partia e garës së lirë, partia e garës së ndershme, por themelore partia antarëve të saj. Të qëndrosh partia antarëve të saj do të thotë t'u japish të drejtë atyre të shprehen dhe do të thotë të votohen ata që mbrojnë interesat e tyre dhe që i zgjedhin ata dhe jo t'ja u caktoj kusht të tjerë. Kjo nuk mund të ndodhë. Kjo nuk ndodhë. Ndaj dhe në përputhje me këtë parim, ne mbetemi të vendosur. Partia tjetër, si që shifni ju, nga viti 2009 deri sot nuk ka votuar asnjëherë. Në statut e ka si ne. E ka si ne. 1 antar 1 vot. Po Edi Rama ka alergji absolute nga vota. Nga vota. Ndaj dhe ai nuk bën vot. E ka përjashtuar votën nga partia. Partia jo nuk e përjashtuar kur votën. Por një gjë do t'u them të dashur miq këtu. Kur në jetën time nuk kam tentuar dhe nuk të tentoj kur të krijoj kandidatur. Atë Sali Berisha mos e pristi kur. Dhe ja u them prapë këtu. Në mënyrë absolute, gjerë sot nuk i kam thënë njeriu të kandidoj. Asnjëherë. Nuk i kam thënë kur Lulzim Bash të kandidoj. Si kam thënë kur Sokol Olldashi të kandidoj, të ndjej Olldashi të kandidoj. Si kam kërkuar kur Urhan Butkës të kandidoj me mua. Jo. Si kam kërkuar kur Ibsen Elezit të kandidoj. Refuzoj në mënyrën më kategorike praktikën që kandidati apo të përpiqet të zgjedhë rivalin. Nuk ka gjë më të papranueshme. Dhe cili do që ndjek këto gara, shumë thjesht, le të shofi, janë me 2 kandidatë, por e vërtet shumica, të themi atë që është, shumica dërmuese e atyre që janë 1 antar 1 vot, nuk janë me shumë kandidat. Pse? Sepse personalitetet që do donin të kandidonin, e vlerësojnë shanset e fitores. Dhe kjo, ata i frenon,
për të marrë përsipër një rezultat të dytë. Jo të parë, asnjë arsye tjetër nuk ka. Asnjë arsye tjetër nuk ka, edhe nuk mund të ketë. Por kandidat falsos mund të krijojë. Kjo besoj jemi dakord. Në përzgjedhjen e kandidatëve për ta mbyllur, ka kritere. Madje ka forca politike që kanë kritere edhe të forta. Ne jo, nuk kemi kritere të forta. Ne kemi kritere, ato që janë përcaktuar. Dhe ju do t'i vlerësoni, do t'i bëni vlerësimin e tyre. Pra, Partia Demokratike ka qenë, është dhe do jetë parti e garës, parti e antarëve të saj, e votës tyre. Cili do? Por, nuk do jetë kur parti e kandidaturave kalpe. Nuk krijojmë në kandidaturë. Donë, një. Nuk i kam thënë kur i pse në lezit kandido për rival, ka kandiduar vetë. Dhe e dëgjoj pavarësisht çfarë thot, pa ai vetë ka kandiduar dhe ka qenë një, ju e dini ka qenë me funksionet jo të vogla. Pra, kaq kisha për të thënë. Tani unë, me qenë se ju diskutoni në këtë çështje, unë po la ju ta finalizoni këtë mbledhje, faleminderit shumë. Edhe mediat t'u lanë të lirë në mënyrë që se është çështje teknike tani.